Pse e ullur poshtore? Se ka pa, jemi një. Pasur një veprim arbitrar të më të mëshuarit kuvendit, i cili pa pyetur askënd, pa respektuar asnjë procedurë, ka vendosur një ditë pas 7 seancave që të kalojë në votim të fshehur dhe kjo tani përbën edhe shkelje kushtetuese. Le të presim takime tjera, ftojmë për konsenzus, ftojmë për unitet, aq shumë e duam unitetin sa që kemi dalë edhe me propozim për qeverisë të unitetit, me 15 pika konkrete për zgjidhjen aktuale. Le të bëjnë një zgjidhje, le të ofrojnë një zgjidhje, le të bëjnë institucionet e Kosovës. Kjo i duhet vendit tonë, kapacitimi kësaj krize artificiale, politike që është bërë tani më pengesë kryesore funksionimit të shtetit. Po para së gjithash duhet të kërkojmë shumicë politike, siç ka qenë. Nuk do duhet ishte temë dikush me 48 mandate të flasë a mund të bëjë qeverinë ose jo në Republikën e Kosovës. Ndrime politike, kemi dhe akt gjykim të gjykatës kushtetuese dhe për të akt gjykimit është shumë vështirë të lëvizësh. Absurditeti i gjendjes së tanishme është interpretimi i interpretimit. Po ajo interpretim është i shkruar në gjuhën shqipe. Dhe nëse gjykata kushtetuese thotë qartë që të parit i takon propozimi dhe krijimi i shumicës, s'kemi çka interpretojmë më tepër aty. Nëse gjykata kushtetuese nëpërmjet paragrafit 187 thotë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet sipas praktikave parlamentare deri sot. Ne i dimë se janë praktikat parlamentare. Pra takimet janë të mirëseardhura, përfshirja e presidentes është e mirëseardhur, ajo fundit është garantuese funksionimit demokratik të institucioneve Kosovës, po i funksionon institucioni kryesor demokratik që është kuvendi i Kosovës, më pas dhe qeveria. Zoti Kurti, deputeti Kurti, është duke qeverisë me rezultate para 4 viteve. Pra i ka pas 50% para 4 viteve, prandaj ka qenë kryeministër, tashmë si ka, me qenë se si ka, nuk ka legitimitet besa dhe pak moral politik se si mund bash një detyrë kur s'don populli. Dhe kjo natyrisht do t'i drejtohet edhe gjykatës kushtetuese, që në mënyrë që ajo të qartësoj aktin e tanishëm. Pas akt gjykimit, për bindjen tonë, ka ndodhur një përmbysje e rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, sepse partia e parë, grupi më i madh parlamentar, ka refuzuar të respektojë gjykatën kushtetuese.